Të nderuar qytetarë dhe tatimpagues, Administrata Tatimore e Kosovës ju informon për obligimet e deklarimit vjetor të ardhurave përmes sistemit elektronik EDI. Çdo person që ka realizuar të ardhurat gjatë vitit tatimor është i obliguar të bëjë deklarimin vjetor. Ky obligim vlen për personat fizik, bizneset individuale, ortakët si dhe personat juridik. Deklarata DI është dedikuar për personat fizik, qytetarëve të cilëve nuk është mbajtur tatimi në burim. Këta persona janë të obliguar të deklarojnë të gjitha të ardhurat e realizuara, pavarësisht formës apo burimit të tyre, brenda ose jashtë Kosovës. Kjo përfshin të ardhurat nga puna, shitja e patundshmërive, aktivitetet online, rrjetet sociale, qiraja, investimet dhe fitimet të tjera. Ndërsa, bizneset individuale dhe ortakët janë të obliguar të deklarojnë përmes deklaratës PD. Në këtë deklarat raportohen të ardhurat, shpenzimet vjetore, si dhe fitimet ose humbjet, në përputhje me legjislacionin tatimor. Dhe në fund, personat juridik. Këtu përfshihen shoqëritë tregtare dhe kompanit dhe mënyra e deklarimit për këtë grup është përmes deklarimit të deklaratës CD. Këta tatimpagues janë të obliguar të dorëzojnë pasqyrat financiare vjetore dhe deklaratën e tatimit në fitim. Afati për deklarim është nga data 1 janar deri me 31 mars për vitin paraprak fiskal.